بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد Emrin e Allahut të falenderojmë vetëm për ti ndihmë dhe falje kërkojmë atij lutemi të na ruaj prej skeqjes së veteve dhe veprave tona, cili ndoqë Allahu e udhëzon në rrugën e drejtë, nuk ka kush të devijojë, e kushdo që devijon nuk ka kush të udhëzojë atë as kush tjetër përveç Allahut Jalla fi ula. Dëshmojmë dhe deklarojmë se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç tij dhe se Muhamedi është rob dhe i dërguar i tij. Paqja, mëshira, mirësitë, bekimet e Allahut qofshin mbi të, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij, mbi çdo besimtar që i qëndron besnik rrugës së tij, i palëkundur deri në ditën e fundit. Vazhdojmë në akiden tahawiyya. Jemi në fjalën e autorit kur thot wal arshu wal kursiyyu haq. Thot arshi dhe kursiji janë hak, janë e vërtetë. Këtu autori futet në studimin dhe në diskutimin e arshit të Allahut dhe të kursijut të Allahut dhe gjërat që e pasojnë, do të thonë diskutimet dhe temat që i pasojnë këto janë pikërisht qëndrimi i Allahut mbi arsh, pastaj lartësia e Allahut, pastaj përfshirja e Allahut dhe që Allah i përfshin krijesat e tij dhe panevojshmëria e Allahut Jalla fi ula për krijesat e tij. Dhe në këtë fjalë pikërisht kemi 7 çështje. E para, kur autori Allahu mëshiroft thot arshi dhe kursi janë hak, pra janë një vërtet të cilët ne besojmë dhe jemi të palëkundur në zemrën tonë se arshi, froni Allahut dhe kursiu, që do t'i përmendim çfarë janë të vërteta, pasi na kanë ardhur për to argumentet në Kur'an dhe në Sunnet, edhe nuk jemi të lëkundur në këto të vërteta të cilat janë pohuar në Kur'an dhe në Sunnet. Dhe diskutimi për arshin dhe kursiun është diskutimi i cili lidhet me të fshehtën, me ghaibin. Sikur se ka lidhje me diskutimin rreth cilësive të Allahut Jalla fi ula. Arshi pikërisht ka lidhje me cilësinë e Allahut, pra istiwan, pra ngritja e tij mbi arsh. Ndërsa kursiu ka lidhje me cilësinë e Allahut që janë këmbët e tij Jalla fi ula. Pra janë kapituj që lidhen me ghaibin, po dhe me cilësitë e Allahut veprore dhe të qenies së Allahut Jalla fi ula. Pasi ngritja është cilësi veprore, ndërsa këmbët e Allahut janë cilësi vetjake e tij subhanahu wa ta'ala. Nga gjërat që lidhet gjithashtu me arshin është besimi në melajket, pasi ne e dim që arshi ka melajke, që e mbajnë. Edhe çështje tjera, domethënë që lidhen me këto dy kapituj, me këto dy tema të besimit. Çështja e parë është besimi, domethënë në arsh. Arshi në aspektin gjuhësor është, sikur se e kanë treguar gjuhëtarët, është karrigja ose froni, pra kanë thënë karrigja në cilët ulet në të mbreti. Pra thënë ndryshe froni. Edhe ky është një kuptim gjuhësor që ka ardhur edhe në Kur'an. Kur Allahu subhanahu wa taala flet, domethënë
Sulejmani a.s. kur urdhëron xhinët që t'i sjellin atij arshin e mbretëreshës Belkisa, thot walaha arshun azim. Dhe ajo thot ka një arsh, ka një fron të madh. Sigur se thot për Jusufin a.s. wa rafa'a abawayhi 'ala al-'arsh, dhe i ngriti, i vendosi prindrit e tij, thot në arsh, pra në fronin e tij. Edhe fjala arsh në gjuhën arabe pikërisht tregon diçka që është e ngritur. Pasi Ibn Abbas i gjithashtu thot innama sumiya al-arshu li-irtifa'ihi. Është quajt arsh për shkak se është i ngritur, se kjo fjalë arashe, kjo rrënjë gjuhësore tregon pikërisht për ngritjen, për diçka që është e ngritur. Edhe prandaj është quajt edhe froni i mbretit pra arsh, për shkak se ai është i ngritur nga pjesa e njerëzve që ai ka rreth e qark. Ndërsa në kuptimin sheriatik, arshi është ai i cili domethënë që kanë ardhur argumentet në Kur'an, në Sunet, nga fjalët e sahabëve, dhe kur themi arsh pra kemi për qëllim një krijesë madhështore që Allahu e ka kriju subhanahu wa taala, që e ka veçu me qëndrimin e tij mbi të, pra me ngritjen e tij mbi të. Edhe arshi është një krijesë e madhe, madhështore, ka shtylla ose këmbë, po themi, dhe ka me lajke që e mbajnë, dhe arshi është, domethënë, po themi, kulmi apo kufiri i krijesave, pra, ose i botës. Nën arsh vinë, domethënë, xheneti e gjitha me radhë. Pra arshi është mbi çdo gjë, dhe mbi arsh është Allahu subhanahu wa taala. Dhe për sa i përket arshit kemi disa çështje. E para, argumentet që na kanë ardhur në Kur'an dhe Sunet për cilësitë e këtij arshi. Allahu në Kur'an e ka cilësuar arshin, ose është cilësuar si arshi i Rahmanit, i të gjithë mëshirshëm, ose arshi i Allahut, pra froni i Allahut. Edhe kjo është për ta veçuar domethënë në madhështi dhe në nderim. Fakti që Allahu e cilëson këtë arsh se është domethënë arshi i tij. Thot Allahu rafi'u ad-darajati dhul arsh. Allahu është ai i cili ngre gradat, poseduesi i arshit. La ilaha illa huwa rabbul arshil azim. Nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç tij, Zoti i arshit, pra i fronit të madh, madhështor. Kjo është tregues pikërisht nga ajeti që tham se ai është arsh, është një fron, është i madh, është krijesë e madhe. Edhe nëse nuk do të ishte vetëm fakti që Allahu e ka veçuar me uljen e tij mbi të, që Allahu qëndron dhe ulet mbi arsh, atëherë kjo do të mjaftonte si nderim apo si me tregu madhështinë e arshit. Argumentet që na kanë ardhur në Kur'an dhe Sunet kanë ardhur gjithashtu, thot, kanë ardhur me fjalën azim, si ajeti që përmendëm, Rabbul Arshil Azim. Kanë ardhur Kerim, pra bujar, mund të themi, ose po themi i ndershëm, apo diçka këto lloj cilësish të mira që i ka përmendur Allahu, Mejid, që është madhështor. Dhul Arshil Mejid, thot Allahu, pra poseduesi i arshit madhështor. Ndërsa në sunetin e profetit alayhi salatu wassalam, që transmeton Buhariu dhe Muslimi, ka ardhur në duan e fatkeqësisë, e belas, kur të vjen një bela, thot profeti sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illa Allahu al-azim, al-azim al-halim. Pra nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut, madhështorit i madh, dhe el-halim, i buti ose i urti. La ilaha illa Allahu rabbul arshil kerim. Ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut, Zoti i arshit kerim, i ndershëm, pra ose bujar, ose këto lloj cilësish të mira.
La ilaha illa Allah Rabbul Arshil Azim, La ilaha illa Allah Rabbus Samawati wa Rabbul Ard wa Rabbul Arshil Karim. Pra, janë përmend këto emra dhe në hadith profetit sallallahu alaihi wasallam. Nga gjërat ose nga cilësitë e Arshit gjithashtu është se ai ka shtylla. Arshi ka shtylla që Allahu e din se sa janë ato. Mirë po, në hadithin e profetit sallallahu alaihi wasallam thot profeti sallallahu alaihi wasallam an-nasu yus'aquna yawm al-qiyama fa akunu awwala man yufiq. Njerëzit do t'i bind fikët ditën e kiametit dhe unë jam i pari thot që vin vete thot. Fa ajidu Musa akhidhan biqa'iman min qawa'im al-'arsh. Edhe e shikoj Musa in thot që është kapur me një shtyll prej shtyllave të Arshit. Gjithashtu për argumenteve që kanë ardhur është se Arshi ka me lajke që e mbajnë. Allahu thot alladhina yahmiluna al-arsha wa man hawla. Kur flet Allahu për këto me lajke thot ata të cilët e mbajnë Arshin thot dhe me lajket që janë rreth e qark. Atëherë Arshi i Allahut ka me lajke që e mbajnë edhe ka me lajke që shndrojnë rreth e qark. Allahu thot wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin thamaniya. Kur flet Allahu për ditën e kiametit thot do ta mbajnë Arshin e Zotit tënd atë ditë 8 me lajke. Pra ditën e kiametit me lajket që do ta mbajnë Arshin janë 8. Këto me lajke janë me lajke dhe domethënë madhështore dhe të mëdhaja. Në Sunenin e Abu Davudit, profeti sallallahu alaihi wasallam thot: "Udhina li an uhadditha an malak min malaikati Allah." Më dhën leje që të flas për një melek nga melekët e Allahut, hamalatul arsh, ata që mbajnë Arshin thot: "Inma bayna shahmata udhunihi ila atiqihi masiratu 700 am." Midis veshit ti, kësaj pjesës veshit e deri te shpatulla e tij thot profeti sallallahu alaihi wasallam është distancë 700 vitesh. Pra me hecjen, këtu kanë ra dietarët, më thonë, kjo 700 vite me hecje me kom, me hecje me deve, me fluturim zogu e kështu me radhë, kanë fol. E rëndësishme, më thonë, edhe nëse është njëra, edhe nëse është tjetra, kjo të tregon që këto me lajke që e mbajnë Arshin janë me lajke të mëdhaja shumë, madhështore. Paramendo pastaj Arshi vetë sa është. Pra është krijesë e madhe, madhështore. Edhe kur kjo është madhështia e një krijese, mendo pastaj madhështinë e krijuesit, i cili ka kriju këtë krijesë kaq të madhe. Jalla fi ula. Edhe kjo, nëse njeriu do të qëndroj edhe të meditoj për këtë fjalë të profetit sallallahu alaihi wasallam, do ta kuptoj që nuk e ka thënë këtë fjalë kot. Kur ka fol për Arshin, edhe kur ka fol për melajket që e mbajnë Arshin, nuk e ka thënë kot. Nuk e ka thënë ty thjesht me tregu sa i madh është ky melek edhe kaq. Po e ka thënë pikërisht që njeriu të meditoj. Sepse nuk ka fol diçka në fe që nuk ka në të dobi, por që njeriu të meditoj për madhështinë e krijuesit. Pasi madhështia e krijimit vetëm se tregon pa pikë dyshimi madhështinë e atij që e ka kriju. Edhe me gjithë këtë madhështi që Allahu subhanahu wa taala ka kriju, nuk i shkon njeriu i cili para Arshit ose para këtij me lajkeve nuk krahasohet njeriu që është kaq i vogël kundërshtoj Allahun xhalla fi ula, i cili është shumë herë më i madh dhe më madhështor se sa këto krijesa.
Nga gjërat që lidhen me arshin është se, ose më fali, me melajket që mbajnë arshin, është se profeti sallallahu alaihi wasallam na ka tregu, e këtë hadith e transmeton Imam Muslimi, se Allahu subhanahu wa taala në moment që vendos diçka, pra jep një urdhër që të bëhet diçka, melajket që mbajnë arshin bin tasbih. Edhe këtë tasbih e dëgjojnë banorët e qiellit, pra melajket. Edhe vazhdojnë dhe ato bëjnë tasbih dhe pastaj pyesin, çfarë tha Zoti jon? Qalu al-haq, ato thonë, ka thënë hakun, vërtet, dhe i tregojnë fjalën e Allahut dhe kështu marrin lajm, pra melajket njëra pas tjetrës, domethënë për atë që ka vendosur apo që ka urdhëruar Allahu subhanahu wa taala. Nga gjërat që lidhen me arshin gjithashtu është se arshi, ne kemi një hadith ku profeti sallallahu alaihi wasallam thot 7 persona janë ata të cilët Allahu ka për t'i bë hije ditën e Kiametit. Në Musnedin e Imam Ahmedit vjen një zgjerim i kuptimit se edhe arshi Allahut Dhu Xhelal ka hije. Kështu që Allahu subhanahu wa taala, sipas këtij hadithit, i bën hije dhe nëpërmjet arshit të tij. Thot el mutahabbuna fillahi yudhilluhum Allah fi dhilli arshihi yawma la dhilla illa dhilluhu. Ata të cilët janë dash për hir të Allahut, Allahu i bën hije në arshin e tij, atë ditë që nuk ka hije përveç hijes së tij xhalla fi ula. Pra ky hadith na tregon se kjo hije, do të thonë, ndodhet edhe tek arshi i Allahut subhanahu wa taala. Këtë hadith e transmeton Imam Ahmedi. Nga gjërat që lidhen me arshin gjithashtu është se tek arshi lidhen gjërat ndryshme që Allahu subhanahu wa taala ka dashur apo ka lejuar që të lidhen. Prej kësaj është se tek arshi, na ka tregu profeti sallallahu alaihi wasallam, është lidhur për arshin e Allahut lidhja farefisnore. Edhe flet lidhja farefisnore dhe thot men wasalani wasalahu Allah wa men qata'ani qata'ahu Allah. Kush më mban mu, thot, Allahu e mban lidhjen, pra me këtë person, pra i jep mirësie, i jep bereqet e gjëra të tjera, ndërsa kush më ndërpret mua, thot, Allahu e ka ndërprer lidhjen me këtë personin. Ose sikur se e kemi përmend më përpara, që shpirtrat e dëshmorëve janë në trupat e zogjve jeshil, sikur se kanë ardhur në argument. Edhe ato kanë vendet e tyre që janë të lidhura për arshin e Allahut dhe shkojnë dhe ushqehen në xhenet e pastaj kthehen tek vendet e tyre që ndodhen në arshin e Allahut xhalla fi ula. Gjithashtu nga gjërat që kanë ardhur që tregojnë për arshin është se arshi është lëkundur kur ka vdekur Saad ibn Muadh, Allahu qoftë i kënaqur prej tij. Sikur se na ka tregu profeti sallallahu alaihi wasallam që kur vdiq Saad ibn Muadh, dëshmor në luftë, tha u dridh arshi i Allahut, pra me vdekjen e Saad ibn Muadhit. Këto janë gjëra që kanë ardhur, domethënë, prej gjendjeve dhe prej cilësive të këtij arshi që na i ka tregu profeti alayhi salatu wassalam në hadith. Çështja e dytë, veçoritë e këtij arshi. Studimi ose diskutimi sa i përket veçorive të arshit është pak më specifik se sa ajo që folëm, pasi ka të bëjë me gjëra që lidhen, se ne folëm gjëra që kanë lidhje me arshin, siç janë me lajket, siç janë gjërat që lidhen me arshin,
Kurse këtu po flasim veçori që kanë të bëjnë vetëm me arshin. E para është se Allahu subhanahu wa taala e ka veçuar arshin me qëndrimin e tij mbi të. Se Allahu qëndron, ulet, pra ngritet mbi arsh. Dhe argumentet janë, që kanë ardhur për çështjen e ngritjes në Kur'an, kanë ardhur në 7 vende, po në sunet dhe në fjalët e sahabëve janë shumë. Një po do të vim të çështja e ngritjes së Allahut mbi arsh. E dyta është se arshi është krijesa që është mbi çdo krijesë tjetër. Ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam: "Idha sa'altumullaha fasaluhu al-firdausa fa innahu awsatu al-janna wa a'la al-janna wa fawqahu 'arshu ar-rahman aw wa fawqahu 'arshu ar-rahman." Thot kur të lusni Allahun, luteni atë për xhenetin Firdaus, sepse ai është qendra e xhenetit dhe është pjesa më e lartë e xhenetit dhe mbi të është froni i Rahmanit, pra froni i Allahut, ose pjesa më e lartë e tij në një transmetim tjetër, pjesa më e lartë e tij është froni i të gjithëmshirshmit. Thot Ibn Qayyimi, sikurse e transmetojnë dhe dietar të tjerë, se kuptimi i saktë është e dyta që thot pjesa më e lartë e xhenetit Firdaus, pra është arshi i të gjithëmshirshmit, pra kupola po themi e xhenetit Firdaus është arshi i Allahut xhelle fi ula. Ajo që përfitojmë për këtij hadithi, sikurse thamë që arshi është krijesa që është mbi çdo krijesë tjetër, sepse kupola e xhenetit thëmë është, sikur se thot në hadith, është arshi. E mbi arsh ndodhet Allahu. E përderisa Allahu ndodhet mbi arsh, dhe kjo është ajo që është mbi, pjesa më e lartë e xhenetit, tregon që lart arshit nuk ka gjë tjetër vetëm se krijuesi, Allahu xhelle fi ula. Edhe këtë është fjalë që e ka ehli sunneti dhe xhamati komplet. Pra nuk ka në një person nga ehli sunneti dhe xhamati të thotë diçka tjetër. E treta është se arshi është krijesa më e madhe që ka krijuar Allahu xhelle fi ula. Dhe këtë tregon fjala Abdullah ibn Abbasit radhiyallahu anhuma, se ka thënë: "El-kursiju mawdi'u al-qadamaini wal-arshu la yaqduru qadrahu illa Allah." Thot Abdullah ibn Abbasi, kursiu thot, që lexuam në namaz, ajeti kursi që flet për kursiun, thot është vendi i këmbëve të Allahut xhelle fi ula, ndërsa arshi thot nuk e di madhështinë e tij vetëm se Allahu subhanahu wa ta'ala. Ndërsa nga gjërat e tjera është se profeti sallallahu alaihi wasallam, pra për tregu madhështinë e arshit, ka dhënë një shembull, ka thënë: "Mes samawati as-sab'u fi al-kursiyyi illa ka halqatin mulqatun fi falah." Nuk janë 7 qejt, thot, në raport me kursijin, vetëm se si një unaz që është hedh shkretir. E thot: "Wa fadlu al-arshi 'ala al-kursiyyi ka fadli al-kursiyyi 'ala as-samawat." Dhe vlera e arshit në raport me kursijin, thot, është si vlera e kursijit në raport me qejt, pra me qejt. Kështu që kjo tregon se arshi është një krijesë e madhe, edhe sipas argumenteve nuk dim që të ketë krijesë më të madhe për krijesave të Allahut se sa arshi. E katërta është se arshi është krijesa më e rëndë në peshë, pra, e këtë e tregon Sheikhul Islam Ibn Taymije, duke u argumentu me hadithin e profetit sallallahu alaihi wasallam, kur
profeti sallallahu alaihi wasallam i mëson Juwayrijes, nënës besimtarve, 4 fjalë t'i bëjnë dua ose t'i bëjnë dhikr, thot subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Përmend këto 4 gjëra, e një nga gjërat që përthot që thot wa zinata arshihi. E kjo fjala wa zinata arshihi, pra edhe pesha pra tregon pesha e arshit të tij, jalla fi ula. E katërta është se, e pesta është se Allahu subhanahu wa taala e ka krijuar arshin me dorën e tij. Dhe kjo faktikisht është një veçori që nuk e ka vetëm arshi, se në fjalën e, domethënë, që e treguam, që e kemi treguar, është se Allahu subhanahu wa taala ka krijuar 4 gjëra me dorën e tij. Për tyre ishte arshi, është lapsi, është Ademi dhe xheneti. Pra kjo është një veçori që është midis arshit dhe këtyre 3 tjerave. Allahu këto 4 gjëra i ka krijuar me dorën e tij dhe nuk ka krijuar gjë tjetër me dorën e tij, por se ka thënë bëhu dhe u bë. E 6-ta është se arshi, sikurse disa krijesa tjera, nuk do të shuhet. Pra, ekzistenca e tij do të jetë që nga momenti që është krijuar, pra që nga momenti që ka krijuar Allahu, jo se ka ekzistuar gjithmonë. Allahu është i vetmi që ka ekzistuar gjithmonë. Çdo krijesë e ka një fillim. Po arshi që nga momenti që është krijuar e deri në pafundësi nuk do të shuhet asnjëherë. Edhe kjo është një veçori që e ndan arshi dhe krijesat tjera, sikurse është xheneti dhe zjarri. Thot Sheikhul Islam Ibn Taymija, dhe çuditshme është që ka persona që kanë akuzuar Sheikhul Islam Ibn Taymijen se Sheikhul Islam ka mendim që zjarri një ditë ka për të shujt. Ndërkohë që ai e thot shprehimisht në përmbledhjen, është një përmbledhje e fetvave ose e fjalëve, librave që ka thënë Sheikhul Islam Ibn Taymija, thot: وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وأهل السنة والجماعة على أن من مخلوقات الله ما لا يفنى كالعرش والجنة والنار. Ka rënë dakord ehli sunneti, thot, selefët e umetit dhe imamët e selefëve dhe ehli sunneti dhe xhamati, që prej krijesave të Allahut janë disa që nuk do të shuhen, nuk do të shterojnë, nuk do të shkatrohen. Allahu ka për t'i mbajtur ato gjithmonë. Këto janë përmend sikurse arshi, xheneti dhe zjarri. Për këtë që thamë, domethënë, është hadithi mbi të, domethënë, është arshi i Rahmanit. Pra se arshi është një tregus që arshi gjithashtu nuk do të shuhet, se ne kemi argumente që xheneti nuk do të shuhet. Pra është një argument përforcues. Këto janë ato gjërat që kanë ardhur për sa i përket veçorive të arshit, dhe Allahu e di më së miri. Çështja e tretë, janë disa fjalë që kanë rënë, domethënë, në kundërshtim në aspektin ose në çështjen e arshit. Për tyre, edhe këto faktikisht dua t'i përmendim shpejt, janë Xehmijet, Mu'tazilet, Esh'arit, Maturidijet, kanë thënë se arshi është mbretëria apo sundimi i Allahut. Pra kur Allahu thot, kur përmend, domethënë, arshin, atëherë qëllimi është mbretëria. Pra çdo gjë që Allahu subhanahu wa taala e sundon. Mirë po, nuk ka dyshim që nga aspekti gjuhësor, po edhe nga argumentet që janë përmend, kjo fjalë nuk shkon. Kjo fjalë nuk shkon, sepse kemi hadithin e profetit, pra, që është transmetuar në librat më të saktë, pra, se Allahu se Musai alayhis salam
ka tregu, pra profeti sallallahu alaihi wasallam ka tregu që e ka parë pra Musain, ai që e përmendëm, që të kapur prej shtyllave të Arshit. Tash gjithë mbretëria apo gjithë sundimi i Allahut, çdo gjë që Allahu posedon, kanë një shtyllë apo kanë disa shtylla. Pra kjo bie ndesh, po të marrim këto dy argumente, kjo bie ndesh. Do thënë, gjithashtu kur Allahu thot wa yahmilu arsha rabbika, dhe do ta mbajnë arshin e Zotit tënd, atë ditë do të jenë 8 me lajke. Si mund të kuptohet që këto me lajke po mbajnë mbretërinë e Allahut subhanahu wa taala? Pra nuk ka kuptim. Gjithashtu ihtazza arshu Rahman li mauti Sa'd ibn Mu'adh. U dridh arshi i Rahmanit me vdekjen e Sa'd ibn Mu'adhit. Si mund ta kuptojmë që u dridh komplet mbretëria, komplet sundimi i Allahut me vdekjen e Sa'd ibn Mu'adhit? Pra një lloj argumentimi pa argument. Po këtë gjithashtu e kundërshton ixhmai ose domethënë konsensusi i selefëve, që të gjithë kanë rënë dakord se arshi i Allahut padyshim që nuk është mbretëria apo sundimi i Allahut, edhe se arshi është në sundimin e Allahut, por nuk është mbretëria apo sundimi i Allahut, mirë po është froni i tij xhelle fi ula, të cilin Allahu e ka veçuar pra me krijimin, pra me dorën e tij dhe me uljen në të, pra me shndrimin në të, xhelle fi ula. Kjo është çështje që lidhet, domethënë me arshin. Fjala tjetër që thot autori është ul kursi, kursiu, pra lidhja midis arshit dhe kursijit është një lidhje e parafort, pasi kursiu qëndron apo është para arshit. Dhe Allahu subhanahu wa taala këtë fjalë kursi e ka përmend vetëm se në ajetin kursi, vetëm këtu ka ardhur wasja kursiyuhu as-samawati wal ard. Pra kursiu e tij ka përfshirë ose është shejt dhe tokën. Ndërsa në përkufizimin e sheriatit është se kursiu është një krijesë e madhe, madhështore prej krijesave të Allahut, e cila është para arshit dhe është vendi ku Allahu vendos dy këmbët e tij xhelle fi ula. Dhe kjo fakti se Allahu në të vendos këmbët e tij ka ardhur nga Abdullah ibn Abbasi dhe nga Ebu Musa el-Ash'ari. Këto dy sahabit, shok profetit sallallahu alaihi wasallam, e kanë tregu këtë fakt. Dhe ju e dini se kur një shok i profetit sallallahu alaihi wasallam flet për çështjet e ghaibit, për çështjet fshehtës, nuk po flet vetëm se e ka dëgjuar diçka nga profeti sallallahu alaihi wasallam, por gjithashtu selefët prej sahabëve, tabiinëve dhe pasuesit e tyre të gjithë kanë qenë në këtë lloj kuptimi. Pra se kursiu Allahut pra është vendi i këmbëve, domethënë që Allahu vendos këmbët e tij xhelle fi ula. Dhe kjo është diçka që ka rënë dakord ehli sunneti. E këtu janë disa fjalë të cilat kanë kundërshtuar faktikisht komentimin e kursiut si vendi i këmbëve, edhe kanë bërë interpretime, domethënë të gabuara, faktikisht edhe prej tyre janë dhe dietar të sunetit, kanë gabuar dhe kjo nuk e ndryshon as pak faktin që ehli sunneti ka rënë në konsensus për këtë çështje. Nga interpretimet më të njohura është se kursiu është dija e Allahut. Pra kur thuhet wasja kursiyuhu, pra kursiu i tij ka përfshirë, do të thotë dija e tij ka përfshirë çdo gjë. Kjo është fjalë e njohur nga xehmijet edhe shumë prej kelamistëve, që e kanë komentuar kursinë e Allahut se është dija e Allahut. Mirë, po dietarët e ehli sunetit faktikisht që e interpretuan njësoj sikur se xehmijet,
Ka një ndryshim se xehmijet e komentuan se kursiu është dija e Allahut për shkak të bazës që ato kanë pas në besimin e tyre se Allahu nuk ka këmbë. Duke dash t'i largohen sipas hamendësimit tyre për ngjasimit apo po themi trupëzimit, ato ranë në diçka tjetër, domethënë që argumentet që kanë ardhur të sakta i kundërshtuan dhe i interpretuan. Fjala e dytë prej fjalëve që ka ardhur është se kursiu është vetë arshi. Pra kur thuhet wasi'a kursijuhu, pra kursi i tij ka përfshirë, pra do të thotë arshi i tij ka përfshirë. Dhe kjo është sigurisht tham e njëjta gjë, domethënë me dashme u largu asaj trupëzimit. Edhe kjo ka ardhur nga një pjesë prej kelamistëve. Ndërsa dietarët e Ehlisunnetit që kanë bërë këtë interpretim faktikisht kanë marrë disa argumente që janë të dobta, duke i besuar se janë të vërteta dhe kanë dalë në këtë konkluzion, por kurse si nuk e kanë argumentimin dhe rrugën se si kanë arrit në këtë konkluzion, në këtë përfundim, si njerëzit e bidatit, pra prej kelamistëve, prej xehmijeve, mu'tezilëve dhe të tjerë. Fjala e tretë ose mendimi i tretë është se kursiu i Allahut është fuqia e tij ose sundimi i tij. Pra e komentojnë ajetin se kuptimi është fuqia ose sundimi i tij ka përfshirë çdo gjë. Dhe një fjalë tjetër e katërt është se japin një lloj shembulli për madhështinë e Allahut xhelle fi ula. Pra kur thuhet arshi i Allahut, pra madhështia e Allahut. Kursiu i Allahut, madhështia e Allahut, thënë këto. Të gjitha këto janë mendime të cilat janë pa argument. Edhe e çuditshme është se subhanallahu Razi të tefsirin e vet ka thonë një fjalë që është realisht është e çuditshme. Fjalën e Abdullah ibn Abbasit që ne e tregum, ai ka thonë nuk ka mundësi ta ketë thonë këtë gjë Abdullah ibn Abbasi. Pra fjalën se kursiu është vendi ku Allahu vendos këmbët. Edhe duke ecë me logjikën e tij thotë nuk ka mundësi që Abdullah ibn Abbasi ta ketë thonë këtë fjalë. Edhe nga ky parim e ka mohu. Edhe ka bot dobët. Edhe ka interpretu. Kjo subhanallahu është një lloj metode që ne e kemi pa faktikisht. Edhe tek disa shqipfolës që marrin hadithin e profetit sallallahu alaihi wasallam që Ademi alayhis salam ka qenë, thënë siç ka ardhur në hadith, shumë i gjatë, bën dhe një lloj fytyre. Këtë thotë e mohon shkenca. Po nëse njeriu ja jep këtë lloj kapaciteti vetes, atëherë me çfarë baze dietarët do ta saktsojnë apo do të thonë ky është hadith i saktë, ky është hadith i dobët. Thonë, i bie që shkenca e hadithit të hidhet poshtë. Po nuk ka asnjë lloj kriteri ku do ta dallojmë të saktën nga e vërteta, se çdo person mund shkojë tek feja e Zotit, nuk i pëlqen, kjo nuk më duket thotë. Nuk ma kap mu logjika, edhe po e fshi. Edhe fshi këtu dhe fshi aty, edhe nuk ngelet prej fesë Zotit pastaj asgjë. Kështu që një fjalë që e ka thonë autori, edhe që ne kemi kalu, nuk qëndron kjo fe, ka thonë vetëm se me nënshtrim, me dorëzim. Kështu ka thonë Allahu, kështu ka thonë profeti, çështja u mbyll. E nuk na takon neve të fusim, domethënë, mendjen tonë në kundërshtim të fjalës së Allahut dhe të profetit alayhi salatu wassalam. Çështja për sa i përket ngritjes së Allahut mbi arsh, inshallah e lëm për javën tjetër. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.